Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Pas rikthimit të situatës në normalitet pas rreshjeve intensive, ka nisur verifikimet e dëmeve të shkaktuara te familjet dhe bizneset. 2 grupe pune të Bashkisë Gjirokastër po evidentojnë çdo dëm në teren, ndërsa deri më tani janë inspektuar rreth 70 objekte, banesa dhe biznese. Procesi verifikimit vijon për vlerësimin e plotë të pasojave. Bashkia Gjirokastër vazhdon të punojë për pastrimin e zonave problematike pas rreshjeve të rëna ditët e fundit. Brenda qytetit sot është ndërhyrë për largimin e inerteve në një zonë të lagjes Dunavaty 2, ndërsa për sa i përket zonave ku janë shënuar shkitje dherash, pritet raporti nga grupi gjeologëve. Vijon puna intensive për hapjen e rrugëve të fshatrave të dëmtuar nga rreshjet e fundit. Ekipet e Bashkisë Gjirokastër në bashkëpunim me shërbime teknike dhe forcat e Gjenios po pastrojnë inertet dhe stabilizojnë segmentet e prekura për të rikthyer në normalitet. Ndërhyrje po kryen sidomos në njësitë të Lunxhëri, Lazarat dhe Antigone për të garantuar akses, siguri dhe vazhdimsi të shërbimeve për banorët. Nga viti i ardhshëm akademik, Universiteti e Qrem Çabej do të ofrojë edhe programe në gjuhën angleze. Fillimisht do të jetë dega kontabilitet financë për të vazhduar me të tjera, bëri të ditur në një prononcim për RTS rektoria Hucana. Programet në gjuhë të huaj pritet të sjellin në Gjirokastër për të studiuar edhe të rinj nga jashtë kufive të Shqipërisë. Ju njohim tani më gjerësisht. Pas rikthimit të situatës në normalitet, pas rreshjeve intensive, ka nisur verifikimet e dëmeve të shkaktuara në familje dhe biznese. 2 grupe pune të Bashkisë Gjirokastër po evidentojnë çdo dëm në teren, ndërsa deri tani janë inspektuar mbi 70 objekte, banesa dhe biznese. Procesi i verifikimit vijon për vlerësimin e plotë të pasojave. Prej disa ditësh në teren janë 2 grupet e emergjencave civile të Bashkisë Gjirokastër, të cilët inspektojnë banesa e biznese të prekura nga përmbytjet. U mbush plot me ujë, u bllokua përroj te argjinatura këtu dhe përroj në vend kalonte te vendi ku është, erdhi gjithi këtu. Gropën e pat apo jo? Apo s'e keni parë? E pra të tregoj gropët, e gropa tani u fund 90 merë, hipi këtu, deri këtu që me zall, deri këtu që plot me gure. Ta gure që janë këtu i kanë pasur privatisht unë. Këtu, makinë e akullit, që bën 5.000 euro, u do që iku u prish, paketa elektronike, mikseri, dinakordi që janë këto vegla muzikore, frigorifera, kalorifera, bokse tjera, shko që ka bëna që deri këtu në ujë. Edhe këtu vlera e dëmeve i kam të gjitha këtu, materialet të djegura i kam këtu. Do t'i bje dhe me foto në bashkje, të gjitha me ashtu. Edhe përmbytje këtë 70.000. Sa të shko? E kalon 10.000 euro. Qenë këtu atë darkë, filluan shirat, ne ishim brënda, plus ujë që kalon të atje, ndikuan shumë dhe makinat që ishin anës rrugës, sepse bën prit, dhe gjithë gurët e blokuan ujën dhe hidheshin përsëri këteja. U përmbytën erdhi nga trotuari këtej, kolektori nuk tërhite, shqeu derën, theu derën, mirë që shpëtuam se kisha dhe nipin e gruas, ujë hyri deri në këti nivel, ja duket niveli po ta shikosh 1,30 m sa i vete, 1,gjysmë m. Fikëm drita dhe rrime e shikojmë pasaj. Qa të bëjmë? Kjo është atër historia. Dëmi sa e llogarisni ju si? Po dëmi tek 18, 20 milion të vjetra, diçka tillë, iku 95% e mallit iku e tëra poshtë, e kupton? Vetëm në xhup që mund të lahet në pastrim kimik dhe tash është me kostos. Tjerët ikën nuk lahet, pambuku nuk lahet i tërë, absolutisht asnjë. E kishit të siguruar biznesin? Jo, nuk e kishim siguruar. Nuk na kishë ndodhur ndonjëherë, po këto janë mësime, si thash, po se psove nuk e mëson. Vetëm në pak ditë janë inspektuar 70 objekte, biznese e banesa, thot Fatri Ibrahimi, specialist për emergjenca civile. Me situatën e kryuar, sekretari bashkisë ngriti një urdhër, ku ardhoi 2 grupe pune, me urdhën e tij për konstatimin në vend të situatës në biznese dhe në objekte private. Grupet e konstatimit janë ndarë në teren prej 4 ditësh, të cilat konstatojnë dëmet shkaktuar nga ato përmbytje, i evidentojnë ato dhe hartojnë relacione përkatëse për konstatimin e dëmit. Deri tani një grup ku unë bëj pjesë dhe jam kryetari i grupit të konstatimit të teren, kemi konstatuar rreth 40 subjekte, nga këto 35 private dhe 35 biznese, të cilat është bërë evidentimi
konkret, real, faktik i situatës dhe po hartojnë në ana dokumentare në bashki për të kompensuar në një rast të dytë pas mbylljes së praktikave dokumentare. Tani jemi në fazën e konstatimit të dëmeve. Komisioni ishte hartuar me 5 veta, të cilët janë të fushave të ndryshme në fushën e ndërtimit, në fushën e ekonomisë, juridikës dhe organizimit total që bën nga kabineti kryetarit të bashkisë. Dëmjet më të mëdha janë konstatuar në lagjet e poshtme të qytetit, si shkak i përrenjve malor që sollën prurje të shtuara gjatë mbrëmjesë të martës që kaloi në Gjirokastër. Situata në qarkun e Gjirokastrës po normalizohet. Problematikat kryesore mbeten rëshqitjet e dherave dhe blokimet e disa rrugëve në bashkitë Gjirokastër, Libohov, Memaliaj, Këlcyr dhe Tepelen, ku po vjon puna për pastrimin. Në Dropull nuk raportohen probleme. Furnizimi me energji është kryesisht normal, ndërsa niveli lumit vjos në Memaliaj është 3.5 metra. Rreshtet e ditëve të fundit i kanë lënë vendin temperaturave të ulta dhe erave të forta të cilat kanë përfshirë qarkun e Gjirokastrës. Informacione që vijnë nga prefektura flasin për një situatë kryesisht të normalizuar në akset nacionale, ndërkohë në disa bashki të qarkut po punohet për hapjen e akseve rurale, të cilat si pasojë e rreshjeve të dendura u përfshin nga dëmtime dhe shkarje dherash. Gjatë 24 orëve të fundit, vendi është përfshirë nga kushte të paqëndrueshme atmosferike dhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Si pasojë, në disa qarqe janë evidentuar problematika të lidhura me përmbytjet, rritje të nivelit të lumenjve, bllokime rrugore dhe rrëshqitje dherash. Strukturat e mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor ndodhen në terren dhe po punojnë për menaxhimin e situatës dhe minimizimin e pasojave. Qarku i Gjirokastrës vijon të ketë problematika të shpërndara në disa bashki. Në bashkinë Gjirokastër, rruga e qafës së Çajupit mbetet e bllokuar, ndërsa po punohet për përforcimin e argjinaturës së lumit Drin. Në bashkinë Libohov, Memaliaj, Përmet dhe Këlcyr janë raportuar rrëshqitje të shumta dherash që kanë bllokuar rrugët rurale dhe kanë rrezikuar banesa, duke e bërë të nevojshme evakuimin e përkohshëm në disa zona. Ndërhyrjet vijojnë në varësi të kushteve të terrenit dhe uljes së prurjeve të lumenjve. Forcat armatosura vijojnë angazhimin në mbështetje të komuniteteve të prekura, veçanërisht në zonat me përmbytje dhe izolime. Efektivët e forcave të armatosura vijojnë të jenë të angazhuar në shpërndarjen e ndihmave ushqimore dhe ujit të pishëm, mbështetjen e banorëve dhe garantimin e aksesit në zonat problematike, në bashkëpunim me strukturat e mbrojtjes civile dhe pushtetit vendor. U bëjmë thirrje banorëve të zonave të prekura të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin lëvizjet në zonat me rrezik përmbytjeje, rrëshqitje dherash dhe ngrica, si dhe të ndjekin udhëzimet të strukturave të emergjencave civile me qëllim mbrojtjen e jetës dhe pronës. Sipas parashikimit meteorologjik, në orët dhe ditët në vijim, pritën rënje graduale të prurjeve në shumicën e lumenjve, por temperaturat vijojnë të mbeten të ulta dhe ngricat në zonat malore do të vijojnë të kërkojnë kujdes të shtuar dhe monitorim të vazhdueshëm të situatës. Përveç qytetit, vazhdon puna në terren edhe në zonat rurale të qarkut Gjirokastër për normalizimin e situatës. Vijon puna intensive për hapjen e rrugëve të fshatrave të dëmtuar nga rreshjet e fundit. Ekipet e bashkisë Gjirokastër në bashkëpunim me shërbimet teknike dhe forcat e Xhenios po pastrojnë inertet dhe stabilizojnë segmentet e prekura për të rikthyer në normalitet. Ndërhyrje po kryen sidomos në njësitë administrative Lunxhëri, Lazarat dhe Antigone për të garantuar akses, siguri dhe vazhdimsi të shërbimeve për banorët. Ndodhemi në hyrje të fshatit Mingull të njësisë administrative Lunxhëri. Prej 5 ditësh ky fshat është izoluar, si pasojë e dëmtimit të rrugës lidhëse. Pamjet tregojnë qartazi dëmtimin serioz të infrastrukturës rrugore, duke bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve dhe lëvizje normale të banorëve. Gjithë faqja e malit ka një rrëshqitje të masie shumë të madhe, është dëmtuar infrastruktura rrugore dhe në fshat aktualisht nuk kalohet. Me forcat dhe në bashkëpunim me bashkinë, po bëhet e mundur devijimi i rrugkalimit për të vajtur në fshat. Aktualisht po bëjmë mbushjen e rrugës dhe sistemimin e saj. Edhe këtu është pjesë e përojit, sa e vështirë dhe sa mendoni që do jetë funksionale kjo rrugë? Ne po punojmë që kjo rrugë të jetë funksionale për një kohë gjatë, jo të përfundojmë dhe ajo të kërkojnë ndërhyrje tjera. Në pas informacion që ne kemi dërguar, do ndërhyret edhe për të kaluar
pjesën më tanë lumit. Gjatë këtyre ditëve kanë patur vështirësitë e tyre, sepse edhe moti nuk na ka favorizuar. Sot është një kohë e bukur, kohë me diell, por ditët e para kemi patur tepër të vështirë, sepse rreshtit e dëndura të shiut, por edhe të dëborës, na kanë vështirësuar pak edhe ndërhyrjet që ne kemi bërë në akset rrugore, kryesisht për lirimin e tyre. Pas kalimit të përojt, me këto shkallë bëhet e mundur lidhja e banorëve me fshatin Mingull. Bashkia Gjirokastër vazhdon të punojë për pastrimin e zonave problematike pas rreshjeve të rëna ditët e fundit. Brenda qytetit sot është ndërhyrë për largimin e inerteve në një zonë të lagjes Dunavatit 2, ndërsa për sa i përket zonave ku janë shënuar shkitje dherash, pritet raporti nga grupi i gjeologëve. Në Gjirokastër, pas kthimit në normalitet të bulevardit 18 shtatori, puna vazhdon në lagjet e sipërme të qytetit. Në Dunavatin e 2, sot është ndërhyrë me mjete të rënda për largimin e inerteve të depozituara nga rreshjet e fundit. Tu jemi në Dunavatin e sipërm, siç e shikoni, mjetet e drejtorisë bujqësisë të Bashkisë së Gjirokastës janë duke operuar për heqjen e materialeve të ngurta në këto pika ku volumi i tyre është më i madh. Në pjesët e tjera të qytetit janë duke operuar njerëzit dhe forcat e drejtorisë së shërbimeve, të cilët merret me pastrimin e materialeve të ngurta dhe të mbetjeve urbane në ato pika ku ka sasi më të vogla dhe nuk ka nevojë për prezencën e mjeteve gërmuese. Ndërkohë, problematike brenda qytetit mbeten dy pika të tjera si shkak i erozionit, ku pritet të vendosë grupi gjeologëve si do të operohet në vijim. Në lagjen e Cfakës, ku aty rrugët janë bllokuar si rezultati i rrëshqitjes së dherave dhe volumet janë më të mëdha, ne nuk kemi ndërhyrë akoma aty sepse pritet rekomandimi i gjeologëve, i repartit gjeologëve që ka ardhur nga Tirana në mënyrë që të veprojmë sipas rekomandimeve të tyre në ditët në vijim. Edhe në lagjen Granice sipërme, situata vazhdon të jetë e njëjtë, ku rreth 50 familje që prej ditës së rreshjeve të rrëmbyeshme e kanë të pamundur të kalojnë me automjete pasi rruga është shkatruar. Nga viti i ardhshëm akademik, Universiteti e Qrem Çabej do të ofrojë edhe programe në gjuhën angleze. Fillimisht do të jetë dega kontabilitet financë, për të vazhduar me të tjera, bëri të ditur në një prononcim për radio-televizionin Gjirokastra, rektori Jahocana. Programet në gjuhë të huaj e pritet të sjellin në Gjirokastër për të studiuar edhe të rinj jashtë kufive të Shqipërisë. Një nga fokuset e Universitetit të Gjirokastrës është edhe hapja e programeve në gjuhën angleze. Puna ka nisur nga dega kontabilitet financë. Sipas rektorit Jahocana, aktualisht po punohet për përkthimin e leksioneve. Ne do të mundohemi që ta vënë eficiencë këtë vit, sepse kërkon një punë shumë madhe, do rishikojnë të tëra leksionet do kthehen në gjuhën angleze, që është një punë kolosale natyrisht, sepse përkthimi i tyre do një periudhë kohe të gjatë për të përkthyer. Leksionet janë të gjata, ashtu sikurse e dini, përfshin një disiplinë të caktuar shkencore që ka vështirësi për të përshtatur termat e sakta në anglisht, sepse mund të di shumë mirë anglisht, por një terma teknik gjithmonë kanë atë veçorinë e tyre specifike, kështu që duhet një farë kohë pedagogëve për të familiarizuar me dhënien e leksioneve në gjuhën angleze. Natyrisht do ketë pedagog lektor të huaj, të cilët me ato universitete gjithmonë që kemi ne marrëveshje. Programe në gjuhë angleze synojnë edhe thithjen e studentëve nga vendet e treta, por edhe vendeve me të cilët ky institucion ka bashkëpunim. Në kohën kur ne tashëm kemi shumë kërkesa nga student nga jashtë, sidomos në vendet e treta, natyrisht ata mund dhe interesa tjera, ne po kalojmë gradualisht në hapjen e programeve të studimit kryesisht në gjuhën angleze, me qëllim që të vijmë në ndihmë këtij kontingenti të studentësh, ku ne presim që të përmirësohet dhe korniza ligjore për pranimin e këtyre studentëve, sepse ata në radhë të parë duhet pajisen me viza qëndrimi në vendin tonë, por edhe për të rritur efektshmërinë e këtyre programe, për t'i bërë sa më elastike, për të thithur dhe student me ato universitete që ne me të cilën e kemi bashkëpunime, sidomos në Italia, sidomos në Greqia, sidomos në Polonia dhe shumë vendeve të tjera, të cilët ne kemi bashkëpunime dhe kemi mobilitet e studentësh, shkëmbime studentësh dhe stafesh akademike.
Në projektet e këtij universiteti është edhe çelja një programi dual në kontabilitet financë dhe një shkolle doktorale në Fakultetin Ekonomik. Ministria e Arsimit dhe Sportit publikoi datat e provimeve të maturës shtetërore 2026 për nxënësit që ndjekin arsimin e përgjithshëm dhe atë profesional. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro informoi se për orientimin e maturantëve gjatë procesit të përgatitjes janë publikuar dhe shpërndar ashtu dhe testet model. Sipas Kumbaros, çdo shkelje e rregullave të provimit parashikon penalizim sipas rregullores. Datat për provimet e maturës shtetërore 2026 janë gjuhë huaj 2 qershor, gjuhë shqipe dhe letërsi 9 qershor, matematik 16 qershor 2026 dhe provimi me zgjedhje 23 qershor. Testet e provimeve të maturës shtetërore 2026 hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore, ndërkohë që për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve testet model për provimet e ardhshme janë shpërndar në të gjitha shkollat duke i orientuar nxënësit për formatin dhe kërkesat e provimeve në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për provimet e maturës shtetërore. Policia finalizoi operacionin Greenflat në Sarandë duke zbuluar një apartament përshtatur për kultivim dhe përpunim kanabisi. U sekuestruan 260 bimë narkotike, 26,6 kg kanabis dhe pajisje elektrike. U arrestua në flagrancë një 30 vjeçar, ndërsa bashkëpunëtori i tij u shpall në kërkim. Për lidhje të paligjshme të energjisë elektrike u proceduan penalisht 4 punonjës të OSHE-s në Sarandë. Finalizohet operacioni policor i koduar Greenflat, me të cilin policia e shtetit goditi një rast të kultivimit të bimëve narkotike në ambientet të mbyllura në qytetin e Sarandës. Pas një hetimi disa javor, të ndjekur mbi bazën e informacioneve operative dhe verifikimeve në teren, shërbimet e sektorit për hetimin e narkotikëve në DVP Vlorë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Sarandë dhe në drejtimin e prokurorisë, zbuluan një apartament në rrugën Butrinti, të përshtatur për kultivim, tharje dhe përpunim kanabisi me qëllim shitje. Gjatë kontrollit në ambientet e apartamentit, policia arrestoi në flagrancë shtetasin EP, 30 vjeç, banues në Tiranë, i cili u kap duke kujdesur për bimët narkotike. Ndërkohë identifikua dhe u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tij, një 26 vjeçar nga Korça. Nga operacioni u sekuestruan 260 bimë narkotike të kultivuara në vazo, 26,6 kg lë narkotike kanabis e përpunuar dhe gati për shitje, si dhe një sasi e madhe pajisjesh elektrike, përfshirë llamba, reflektor dhe siguresa, që shërbenin për kultivimin në ambiente të mbyllura. Hetimet zbuluan gjithashtu se apartamenti furnizohej me energji elektrike përmes lidhjeve të paligjshme. Në vijim të veprimeve, policia referoi materialet në prokurori dhe nisi procedimin penal ndaj 4 punojësve të OSHE Sarandë, të dyshuar për shpërdorim detyre. Policia bën me dije se puna vijon për kapjen e personit të shpallur në kërkim dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Vaksinimi masiv ka ulur ndjeshëm situatën virale në qendrën shëndetësore Dropull, pavarësisht të rritjes numrit të banorëve gjatë festave në Dervician dhe Goranzi, nga kthimi i emigrantëve, situata epidemiologjike paraqitet e qetë dhe e përmirësuar, ndërsa numri i banorëve të përhershëm është 850. Derviciani dhe Goranzia janë dy fshatat më të populluar në njësinë administrative Dropulli Poshtëm. Numri i banorëve shtuan ndjeshëm gjatë festave të fundvitit, pas emigrantët, kryesisht nga Greqia, janë kthyer në vendlindje. Megjithatë, si në ditët e festave, ashtu dhe në ditët e para të vitit 2026, situata epidemiologjike është paraqitur e qetë, pa komplikacione dhe e përmirësuar ndjeshëm në krahasim me fillimin e muajit dhjetor të vitit kaluar. Situata epidemiologjike në lidhje me rastet gripale ka qenë në favorin tonë, për arsye sepse neve kemi bërë një vaksinim të plot, gati 350 deri në 400 e popullatës Dervician Goranzi janë vaksinuar dhe kjo është në favorin tonë dhe rastet kanë qenë sa më të pakta. Janë faktorë të ndryshëm, duke filluar që nga faktori klimatik dhe faktorë të tjerë të cilët ndikojnë dhe kanë pasoja në shëndetin e popullatës. Vaksinimi masiv i popullsisë, sidomos i të moshuarve me vaksinën e gripit, ka ndikuar në mënyrë pozitive në formimin e situatës epidemiologjike.
Përgjithsisht e kem mbajtur në kontroll, duke marrë parasysh se në popullata ime, zakonisht rastet më të vështira janë moshat e treta, por kjo gjë është kryer në sukses pasi të gjithë pacientët kanë pranuar që të vaksinohen. Në këto dy fshatra, Dervician dhe Goranzi, numri i banorëve të përhershëm është 850. Dimri i favorshëm këtë vit ka përmirësuar kushtet e kullotave dhe gjendjen e tufave në bashkinë e Libohovës duke sjellë shtim të bagëtive të imta. Specialistët konfirmojnë se moti mirë ka ndikuar pozitivisht, ndërsa blegtorët po mbështeten me këshilla për kujdes shëndetësor dhe vaksinime. Aktualisht bashkia numëron rreth 14.000 të imta dhe 1.100 gjend. Sipas specialistëve të bujqësisë për blegtorët në bashkinë e Libohovës, stina e dimrit këtë vit ka qenë më e favorshme krahasuar me vitin e kaluar. Kushtet klimatike më të mira kanë ndikuar pozitivisht në gjendjen e tufave, të cilat tashmë ndodhen në kullota dimërore dhe janë në periudhën e shtimit të imtave. Specialisti i bujqësisë Filip Zëra thekson se të gjithë blegtorët janë të plotësuar me kullota dhe kanë kushte më të mira për mbarvajtjen e aktivitetit të tyre edhe falmotit të qëndrueshëm. Për sa i përket blegtorëve, situata është më mirë. Fermerët që barështrojnë të imta, ndodhen në kullotat dimërore, janë akoma në periudhën kur lindshmëria e tyre nuk ka përfunduar. Nga ana e kullotave, fermerët janë të plotësuar dhe kushtet janë të favorshme për arsye të kushteve të mira klimatike dhe temperaturave të larta. Nuk ka pasur problemet të tilla dhe dëmtime nga situata e krijuar nuk ka patur. Gjatë kësaj periudhe blegtorët kanë kërkuar gjithashtu këshilla nga specialistët përkatës, veçanërisht për trajtim mjekësor të imtave, kryerjen e vaksinave dhe kujdesin shëndetësor të bagëtive. Në përgjithësi ata kanë kërkuar ndihmë nga specialistët e bujqësisë dhe nga specialistët pranë sektorit bujqësisë në qarkun e Gjirokastrës. Kryesisht për trajtimin mjekësor, kryesisht nga veterinerët për ndërhyrje në sëmundjet që mund të transmetohen gjatë lindshmërisë. Aktualisht bashkia e Libohovës numëron rreth 14.000 krerë të imta dhe rreth 1.100 krerë gjedh. Shifra që e bëjnë menaxhimin e kullotave një proces të rëndësishëm dhe të domosdoshëm. Bashkia bën me dije se po vijon punën për të garantuar mbështetje të vazhdueshme për blegtorët dhe krijimin e kushteve sa më të mira për zhvillimin e sektorit blegtoral. Partia Mega zhvilloi në Sarandë një forum intelektual të minoritetit grek, ku kryetari Lefternika prezantoi një platformë të re për mbrojtjen e të drejtave dhe promovimin e vlerave të këtij komuniteti, duke cilësuar nismën si një epokë të re për minoritetin grek në Shqipëri. Në takim morën pjesë përfaqësues të shumë të minoritetit grek nga Bashkia Finiq, fshatrat përreth dhe qyteti i Sarandës. Partia Mega organizoi në Sarandë një forum intelektual të minoritetit për të riorganizuar vlerat më të mira. Kryetari Lefternika prezantoi një platformë të përbashkët për mbrojtjen e të drejtave të pakicës etnike dhe për promovimin e vlerave të këtij komuniteti në kushtet e reja politike, sociale dhe ekonomike ndërkombëtare, duke paralajmëruar një epokë të re për minoritetin grek në Shqipëri. Është diçka simbolike për ne që nga sot mund të fillojë një kohë e re, një epokë e re për minoritetin etnik grek në Shqipëri. Unë si drejtuesi i Partisë Minoritetin Etnik Grek Mega kam marrë këtë detyrë dhe këtë stafet që gjithë njerëzit tanë kudo që janë të riorganizohen dhe në bazë të gjerë të mund të nxjerrin në pah gjithë ato vlerat e tyre, të cilat janë për ne shumë të nevojshme për të krijuar atë komunitetin ton me fuqi që të ndihen të gjithë njerëzit të vendosur dhe pothuajse në gjithë hapësirën e botës ku janë. Një nga arsyet kryesore që jemi sot këtu është bashkimi në një referendum demokratik me të cilën populli do zgjedhë antarët e tij. Mungesën e krerëve të Omonias dhe PPD-1 në takimin riorganizues, Dr. Lefternika e quajti një rastësi, duke u shprehur se ne duam që kjo nisë të vijë nga populli dhe jo nga individët.
është një diçka që ne prisim të ishim këtu dhe duam që më pas kjo të jemi të gjithë bashkë. Besoj që populli e ka atë nevojë dhe do ta kërkoj. Ne duam ta nxjerrim nga populli, nuk duam ta nxjerrim vetëm nga individ. Ne kemi atë dëshirën edhe pothuajse do marrim dhe stafetën që ta krijojmë këtë gjë. E kemi për detyrë për brezin e ri. Vangel Papakristo, një nga mbështetësit e parë për të drejtat e minoritetit, tha se riorganizimi synon të krijojë një komunitet me fuqi reale. Sot omënia që në krijimin e saj me 11 janar të vitit 1991 dhe fiqanë, mesazhet të saj ishin një bashkëjetesë pakësore me popullin shqiptar, një lidhje të ngushtë me popullin shqiptar, një lidhje ngushtë midis shteteve. Gjithashtu gjithë minoriteti etnik grek në Shqipëri jetë pranë omënies, në mënyrë që bashkë me omënien të luftojnë për të drejtat e minoritetit në bazë të ligjeve ndërkombëtare, as pak as më shumë. Në takimin e iniciuar nga Mega morën pjesë një numër i konsiderueshëm përfaqësuesish të minoritetit grek nga 58 fshatrat që banohen prej tyre në territorin e bashkisë Finiq, si dhe nga fshatrat përreth dhe minoritarë që jetojnë në qytetin e Sarandës. Më shumë se 1.5 milion vendas dhe të huaj vizituan sitet tona kulturore gjatë vitit 2025. Shifra u bë publike nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia, i cili ka krahasuar këto të dhëna me ato të para 2 viteve dhe rezulton se numri i vizitorëve në sitet kulturore është rritur me 52% krahasuar me vitin 2023. Kjo rritje reflektohet edhe në të ardhurat nga shitja e biletave. Rritje cila për llogaritet të ketë arritur në 78% më shumë të ardhura krahasuar me vitin 2023. Kalaja e Gjirokastrës vijon të kryesoj për të disa të invitradhazi listën e siteve më të vizituara me 307.164 vizitore, ndjekur nga Parku Kombëtar i Butrintit me 295.152 vizitorë. Dhe këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.